Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Del sekreti që forcon trurin, ja 6 ushqimet e fuqishme që ju mbrojnë nga humbja e kujtesës. Ushqyerja e trurit ton është një temë e rëndësishme në botën e ushqimit dhe të shëndetit dhe me patjetër që duhet të jetë. Ushqimi i trurit tuaj me cilësi të lartë me ushqime të papërpunuara lidhet me përfitime të jashtëzakonshme të cilat përkthehen në një cilësi më të lartë të jetesës dhe të rritjes së produktivitetit. Ka ushqime që ne duhet t'i mbajmë larg vakteve tona ditore, ushqime të tilla si pijet e gazuara, ëmbëlsira dhe biskota të cilat përmbajnë ëmbëltues të cilët lidhen drejt për drejt me trurin. Në vend të kësaj, duhet përqendrimi tek ushqimet e shëndetshme, të cilat janë edhe të pasura me antioksidant, vitamina dhe me minerale që është provuar se ndihmojnë në kujtesë, fuqi dhe në parandalimin e sëmundjeve. Këto janë disa nga ushqimet e shkëlqyeshme dhe njëkohësisht të shëndetshme për trurin të cilat japin një fuqi të vërtetë. Arrat, si një burim i yndyrave të shëndetshme, arrat janë tepër të mira për zemrën dhe trurin tuaj. Ato përmbajnë një lloj acidi yndyror të famshëm të quajtur omega 3. Një studim i bërë në vitin 2015 lidhi konsumin e lartë të arrave me rritjen e aftësive kognitive njohëse. Salmoni merr gjithmonë shumë vëmendje për elementet e tij të shëndetshëm që përmban. Përveç se përmban omega 3, ai njëkohësisht ndihmon edhe në uljen e niveleve të beta amiloidit në gjak. Beta amiloidi është një proteinë e cila ndikon negativisht në trurin tuaj deri në atë pikë sa mundet që të shkaktojë edhe sëmundje të zemrës, si edhe sëmundjen e Alzheimer, një sëmundje kjo e cila lidhet më tepër me kujtesën dhe njëkohësisht me përqendrimin. Sipas ekspertëve, ju mund të përdorni edhe shafrani indie. Sipas ekspertëve, shafrani indis mund të përdoret si erëz në gatimet tona, por njëkohësisht edhe si çaj. Lajmi i madh është që shafrani çon në përmirësimin e funksioneve të trurit dhe njëkohësisht ai parandalon proceset degenerative. Sipas ekspertëve, boronica dhe karakteristikat antioksiduese të tyre janë të fuqishme. Konsumimi i tyre i përditshëm e përmirëson kujtesën dhe njëkohësisht parandalon rënien e saj. Nga ana tjetër, duhet të keni parasysh se një ushqim tjetër mjaft i rëndësishëm janë edhe domatet. Në përbërjet e trurit tuaj ka rreth 60% yndyrë. Lëndët ushqyese si për shembull domatjet, të cilat ndihmojnë njëkohësisht edhe në tërheqje të yndyrës natyrale, janë të rëndësishme për trurin. Farërat chia janë një burim i yndyrave të shëndetshme dhe i acideve yndyrore omega 3, ndërkohë siç e tham, janë përforcues të fuqishëm të trurit. Ulëmtimet tregojnë se konsumimi i ushqimeve me një ngjyrë të gjelbër ngadalson rënien e aftësive njohëse kognitive. Këto perime të gjelbra ashtu si brokoli janë të pasura me vitamina A, K dhe njëkohësisht me fibra. Shëndeti i mendjes tuaj bazohet ndjeshëm në një regjim ushqimor i cili gjithashtu mund të ketë përfitime mjaft të jashtëzakonshme jo vetëm për trurin tuaj, por njëkohësisht edhe për memorien tuaj. Sipas ekspertëve, shëndeti i mendjes bazohet ndjeshëm në një regjim të pasur ushqimor me produkte të cilat do të stimulojnë çdo qelizë të tij. Këtu ju do të gjeni një listë të vitaminave më të mira, të cilat e fuqizojnë trurin, përmirësojnë njëkohësisht kujtesën tuaj dhe performancën tuaj mendore. Këto janë vitaminat më të mira për trurin. Vitamina A
Të gjithë ne i njohim vlerat e vitaminës A për shëndetin, por kjo vitamin është thelbësore për zhvillimin e shëndetshëm të trurit. Vitamina A zgjeron aftësinë e mendjes dhe të sistemit tuaj nervor. Ajo përmirëson ndërlidhjen mes zonës së kujtesës dhe mësimit dhe zonës së qelizave. Kjo vitamin gjithashtu shërben si një antioksidant, një mjet i fuqishëm kundër radikaleve të lira. Burimet më të mira të kësaj vitamine A janë spinaçi, pjeshka, mëlçia dhe njëkohësisht kajsit. Acidi folik është një nga format e vitaminës B9 dhe mban nën kontroll qelizat e trurit. Acidi folik forcon gjithashtu kujtesën afatshkurtër dhe rrit gjithashtu vigjilencën dhe largon amullinë në veprime dhe letargjinë. Disa prej burimeve ushqimore më të pasura me acid folik janë barishtet, thjerrzat, fasule dhe njëkohësisht bishtajoret. Vitamina B6 është një nga vitaminat e kompleksit B, e dobishme për kujtesë të fortë. Disa nga burimet më të mira të kësaj vitamine janë piepri, dritrat e pasura dhe fasulet. Vitamina B12. Kjo vitaminë është jetësore dhe për shëndetin e trurit si edhe për qelizat tuaja nervore. Ajo mban të paprekur mielinën dhe mbron fibrat nervor dhe lëshon impulse elektrike në tru. Gjithashtu në këtë mënyrë, kjo vitamin parandalon edhe sëmundjet e trurit. Vitamina B12 nga ana tjetër parandalon depresionin dhe luhatit e humorit dhe njëkohësisht mundet që të rrisë edhe vigjilencën. Ajo parandalon edhe humbjen e kujtesës. Disa nga burimet më të mira të kësaj vitamine janë peshku, mishi i derrit, i shpendëve dhe viçi. Ju mund të përdorni edhe suplement të vitaminës B12 në farmaci. Të dhënat tregojnë se spirulina është e pasur me vitaminën B12. Vitamin C. Radikalet e lira janë një rrezik madhor i qelizave të trurit. Mënyra më e mirë për të parandaluar dëmin e këtyre radikaleve është marrja e antioksidantëve. Vitamina C luan këtë rol të shkëlqyeshëm dhe siguron shëndet jo vetëm të trurit, por edhe të sistemit imunitar dhe të zemrës. Burime të mira të kësaj vitamine C janë agrume dhe bishtajoret. Vitamina D ndihmon shëndetin e qelizave të trurit dhe njëkohësisht mirëmbajtjen e tyre. Burime të mira të vitaminës D janë shpendët, mishi i viçit, mëlçia, djathi, peshku e të tjerë. Vegetarianët munden që të konsumojnë kërpudha, të cilët përmbajnë vitaminën D2, një formë e vitaminës D. Vitamina E. Kjo vitamin mbron të gjitha qelizat e trurit dhe të nervave nga dëmet e shkaktuara prej radikaleve të lira. Ajo ndalon ose vonon progresin e sëmundjes së Alzheimer tek të moshuarit. Patatja e ëmbël, barishtet, dritrat dhe arrorët janë burime shumë të mira të kësaj vitamine. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultoni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.